Po vrejet instikti, po e lyp qenxhin. Kjo është del me që ka linë në brom ka një që shqirë që kinje ka bo, e kena një rast delëv shumë mirë, të më honë që kena mati, edhe që kinja që i bojnë qëre. është të më honë a shankë e përzime me syk, të më honë që të lajë delëve kena, a shankë e përzime me syka me qështu. E dhe tash so kanë pjellë? Po shumica kanë bjetë kejtë të për zdë që do më thonë ka kinja kështu që a janë, edhe do që atje dikon 3-4 copë, 5 copë kanë pjellë për zdësh, për njën e dytë. Do më thonë që ka pjellë një herë, para vitit 3 tash ka bo pjellën e dytë. Do thotë 2 herë në vetë pjellë? 2 herë në vetë. Çdo 6 muaj? Çdo 6 muaj, qashtë. Edhe kjo varet shumë edhe nga kujdesi që kanë, trajtimet që kanë? Kujdesi, do më thonë, kur jenë të majshme, jenë të furta 10, kur jenë 3, do më thonë pjellë 2 herë në vetë. Dhe i mon mirë? I mon mirë gjithë. E ku janë tash ato tjerat? Tjerat janë në fushë, tash ka me shku mi po në fushën të kullu. Edhe pak do të ndalemi këtu, apo mendoni që është pak duhet me pas ma shumë komoditet, ma shumë rahati, edhe investim këtu tash në përmjesim të kushteve? Po, na jena munu me këtu kushtet tona që kena mujt, do më thonë kena bohe, që sisteme kena bohe, do më thonë, kur cilat do një hinë mrena, kur dojnë dolin jashtë, apo din, do më thonë, e rrëthekume, sa është mrena shtalla, është edhe do më thonë edhe jashtë. Edhe, edhe kanë të rrëthekume komplet, do më thonë që natën flejnë jashtë. Edhe tash, do të shkojmë natyrë të delet atje, do ta zhvillojmë bisedën atje. A donë edhe ti pak mu përgjegjë atje? Ky i dën shumë dhet me bo, me aprej kingjat, me aprej, është... Çfarë racë është? Po është që loj bubi, që loj po rritën me dheve. Është gjelos me prej kingjat? Shumë i dën. Sigurisht që pak neve nuk po na nje dhe po e ndi një farë jo siguri. I kem do për shembull që janë pak më të ligë që janë që do të mi mojt në rrën, nuk të lenë mi mojt me mytë. Nuk të lenë mi mojt, vish do të me qitë jashtë këto për mi mojt qingjat. Se s'lenë, i dënë që është të vetë i dënë. U rritë me ta këna morë shumë klështë vogël, edhe u rritë me ta ta shtu të nditën. Sa është i? Ko dikon 7-8 muj, dikon 7-8 muj. Po, në stop shko mas dheve, tash kë, ju nëllë, shko kështë i kinqi. Shko kështë i kinqi, që në me të shpia, se kë në stop shko mas dheve. Pare i mirë? Shumë. I kena dhe një 10 sopa 15 që janë tjerë që në stop i mas dheve. A keni të ratë të sharit? Kemë ratë sharit e përzime me kangal, janë shumë që janë mirë, shumë që janë besnik, edhe kështë do në dheve. Na jena shumë të knoqë me ta. Sa dele dhe cilat raca e? Po, momentalisht të në fushën dikon rrë 450 copa dele, e na da dhe për numër e dhimi na 3-4 copa. Edhe raca është e përzime, do më honë që për shtotet venit tonë është ashankë, përzime me syk, kime edhe garusha, raca e përzime do më honë që na për shtotet neve. Jonë ndër vite kjo numër është vazhdimisht 450, keni pas ma pak ma shumë? Ja, na gjithë më numër me bo, me rrit numërin. Po tash gjatë kohës, kur e sezona Bajramit, për këtyne bojgjve vendorë që janë kësa dhe në rëthin tonë, blejna 200 copa, 300 copa, se kena kërkesa, por kurbona shumë. Do më honë kena kërkesa për Prishtine, Mitrovice, Skenderaj, për këtë rëthine do më honë që i vinë, se bojna një shërbim mirë do më honë, me transport, me këtë toja bojna. Keni thërtorën, keni kushtet standarde? Po, në kushtet standarde, do më honë që e prejna paqe, e prejna mirë, edhe ja o qërat i deri të shpia. Është fitim? Po fitimi një fitim mesatarë, sa me jetu mirë. E kush kujdeset për to? Po i shojmë rinin? Po kujdesim në rinia, kujdesim na kim qenë, do më honë që qenë do më honë në 10 qenë që zakonisht nërmë që dhe mas të një shkojmë. S'kena hasta. S'kena hasta që... E me kullos ka verës, që ja bani këtë pak ma vështirë të verës? Verës, dimnit gjithë kena kullos, se kena shumë tukë, do më honë shumë hektarë ka kjo pjesë, një pjesë tjetër anena, nuk kena problem. Po uj? Edhe për uj nuk kena problem. Nuk kena në stop.